thjesht i them vetes, ti e lodhjo, s'ka. Shiko goca tuaj që ndjekin video. Kam bërë dush mbrëmje, po dukem si një luanesh me këto flokët. Sa i thava dhe pak tani, edhe kështu më rrinë, skandal, me duhet t'i sistemoj pak me pjastrë me vaj, sa ato më mbajnë shumë edhe duken shumë bukur. Por fillimisht ndërkohë që më ngrohet pjastri, të bëjmë normal skincare, se s'kam bërë akoma që për sot të salava dhambë. Edhe thash skincare-in dhe bëj këtu me juve. Shtu, që ta kem fytyrën totalisht të pasur nga flokët. Do vendos dhe do aplikoj si më kam përpjekje. Këtë vitaminën C nga La Cabin që unë po përdor. Më pëlqen shumë, i adhuroj produktet që më lënë një super shkëlqim dhe glow pastaj, që janë të plota, jo që më përthith lëkura dhe nuk më jep asnjë lloj ndryshimi ose shkëlqimi, dhe pse unë kam përdorur produkte. Dhe këto produktet ma japin fiks atë efektin që unë dua. Ky brendi që unë po përdor në fakt është spanjoll. Do përdor vetëm vitamin C edhe këtë kremin e diellit. Do i lë që të përthith lëkura dhe pastaj të bëj flokët dhe pastaj të bëj make-up. Se sot kam takime, kam për të aplikuar për patentën, i kam bërë të gjitha letrat, vetëm më duhet të shkoj të bëj hapin e fundit, foton, edhe uroj të bëjmë dhe një foto të hajrit, se për 15 vitet e ardhshme do kem atë patent. Dhe uroj mos ta humbas sërish. Ndodhi interesante se unë e humba patentën, më thënë e humba. Me siguri do jetë një nga çantat që unë nuk arrita ta gjej dot, ose kuletat, si ndroj shumë shpesh. Edhe e dija që edhe më kam mbaruar, se po llogarisja vitet dhe i qëllonte që unë ta kisha përfunduar si 10 vjeçar patentën e parë që më kisha bërë, edhe po ashtu rezultoi që kishte mbaruar dhe patenta, edhe më kishte humbur, unë i bëra të dyja dhe nënsova dhe në polici që më ka humbur patenta, por në të njëjtën kohë aplikova nga fillimi, sepse doja që të merrja atë 15 vjeçarin e dytë të plot, dhe nëse unë aplikoja sikur më ka humbur, do ribëja atë që kisha, që nuk ja vlenda. Më mirë e di që i bëj dhe kam patentën e re për 15 vite të ardhshme, që unë i bie të jem 45 vjeç. I kam ndarë rrjeshtin në parë, është ky këtu, e ndaj, e kre dhe thjesht pjastrin edhe voila. Njëra nga njëra, tjetër nga tjetra, kështu, edhe fap. Marr shumë pjesë, nuk marr shumë pak, nuk dua t'i bëj shumë të vogla. Do t'i bëj sa më natyrale. Nuk e mbaj dhe shumë fare. E mbaj çik më pak, se nuk duhet t'i bëj shumë, e keni parasysh, sikur sa kam dalë nga parokëria, i dua sa më natyrale, duke qenë se dhe floku im ka këtë lloj vale dhe prandaj më mban kjo vala. Thjesht dua ta bëj që të duket sa më bukur, jo si lesh i pakrehur. Si më bëhet si lesh, sepse normalisht është djegur nga bjondi që unë bëra në dimër. Wow, si kaloi koha, i kam bërë në 10 orë. Në ndajnë dhe 3 muaj, 4 muaj nga 10 ore. Sa shpejt ikin muaj, ditët, nuk di. Të mërshme. Duket si tje. Ja. Edhe pse tani kam fiks në ngjyrën që unë dua, edhe baza këtu, edhe pjesa poshtë është fiks ajo që unë dua. Edhe nuansa, që është kështu si bjonde, sepse flokët e mia natyrale kështu, me këtë lloj bjonde, nuk i dua në nuansa të gris. Nuk më pëlqejnë.
As nuk më shkoj me thënë drejtën, se e ka provuar Kiara, i tha 100 herë se nuk më shkojnë. Ma ka bërë dhe ndonjëherë kastile dhe e ka vërtetuar që nuk më shkojnë me lëkurën time. Plus që edhe nuk i pëlqej, dhe kur nuk i pëlqen, duket vërtet sikur nuk të shkojnë, nuk të rri mirë. Shkojni? Ka që thjesht është. Kjo pjesë është shumë e mirë. Ajo tjetra nuk më mban. Ja, shkojni? Super. Dallimi. Ta bëj dhe këtë tjetrin edhe të marrë kafe, më ka bërë vjera kafe. Ishtë s'kam ko ta pi. Më pëlqejnë shumë këto flokët e gjata, do të thënë i adhuroj në maksimum. E vetmja gjë që nuk adhuroj është se kjo tërësia që më krijohet këtu nuk i lë dot flokët, bisht ose topuz, s'ka shans më thënë. Janë shumë flokë. Edhe kur bëhen si të palare, më thënë si të palare, këto më bëhen më shpesh se të mia në fakt. Nga rënja, duken më shumë. Po të paktën 2 ditë më rrin bukur. Dita e tretë fillon e më prishën, më rrin fare mirë. Problemi është se s'po di t'i gjej anë dhe të bësh kreje në parukëri, ju beton 2 orë gjysmë. 2 orë gjysmë vetëm për të krejur flokët për 3 ditë? Shumë. Edhe thash, okay, këto herë do t'i laj vetë, do t'i bëj 1 ditë larje, 1 ditë tjetër stilimin. Pra, mbrëm vonë u lava, edhe thash, kur të zgjohem në mëngjes, do jenë tharë gjysmën i thava, dhe do i stiloj, dhe nuk do më duket sikur kam qëndruar shumë orë për t'i stiluar, se vërtet të lodhin shumë, janë shumë flokë. Unë përpara se të vendosja 300 fije, kisha shumë dëndësi. Imagjino tani plus 300 fije në rënjë, se okay, në gjatësi për shembull nga këtu e poshtë janë vetëm 300 fije. Shumë fare. Kështu që më kanë lodh pak, si shumë, më thënë drejtën. Edhe në këtë vap, edhe më ngatrohen. Edhe nuk e di, uroj t'i mbaj deri në fund të kushtit. Doja që t'i mbaja deri nga mesi shtatorit. Po ta shohim se nuk po arrit dot t'i menaxhoj. Thënë të drejtën, mbas të 30-tave, 29-ta dhe 30-ta, e kam parë çdo gjë me një sy tjetër. Nëse më përpara gjykoja pjesën pse njeriu su të jetë natyral, ose jam shumë pro natyrales, as nuk e vjen dyshim, domethënë, po ta shikoni, unë mundohem çdo gjë ta mbaj sa më thjesht, sa më natyrale, se është diçka që nuk del kur nga moda. Por këto vitet e fundit më kanë bërë të kuptoj dhe të shikoj ndryshe. Duke parë edhe sikur mbarova një dekadë dhe kalova te një tjetër që automatikisht e kap kjo frika e plakjes në thonjza, se jemi shumë të reja, po është ky momenti që ti mund t'i mendosh të gjitha, dhe jam shumë pro e mirëmbajtjes, shumë. Edhe një ndër arsye që unë këtë vit nuk i kam lënë fare trajtimet, edhe pse mund t'jem dobësuar, edhe jam shumë okay me trupin, dhe pse nuk janë kur mjaftueshëm mirëmbajtjet. Kam thënë që jo, që sa unë kam diçka në dorë për ta ruajtur rinjin time, është kjo, të mirëmbaj lëkurën, të mirëmbaj trupin, gjithçka. Edhe goca, me aq mundësi sa ju mund të keni, është shumë e rëndësishme që ju të mirëmbani çdo gjë të trupit tuaj në format nga më ajo natyralja, që mund të jetë thjesht me dal me ec, edhe te pickimet ruajeni sa më shumë freskinë, sepse në fund të ditës ajo është ka ne na mban dhe na bën të lumtur, edhe mos ndjehemi të plakura më vonë, se tani është shpejt, por që flas në përgjithësi ta kemi përpara përgatitjet. E keni parasysh që kur shkojmë 40 mos themi as si se bërëm këtë gjë, as si nuk e mbrojtëm lëkurën nga dielli. Domethënë shumë detaje ndoshta që janë shumë të vogla, ato bën shumë diferencë kur ti shkon në një moshë. Çan vjera jeme kafën turke.
edhe pse ma shpërson gojen, nuk flas aq rehat se sa kur nuk pi kafen. Është e çuditshme. Tani kështu duken, shumë bukur. Dhe i krep pastaj dhe duken shumë natyrale. Sa herë bëj flokët kështu më kujtohet ai filmi me atë sirenën, Mermaid, që është ajo që futi në pishin edhe natën. Ja harrova titullin e filmit. Mami. O dashuria ime ti. Erdhe mama? Sa po bën goca ime e bukur? Kikaj. Kika. Po han kika? Po jeta ime ti. Të dua shumë, mami. E do mamin shumë ti? Po. Ka marrë në shtëpi dhe jam me këtë llasticën time këtu te dhoma ime. Nuk e keni iden se sa e lodhur ndjem sot. Thjesht ndjem shumë e lodhur. Kam bërë shumë takime, me shumë njerëz që flas, e sidomos me njerëz dhe tema të ndryshme. E ndjej veten shumë të lodhur. Domethënë, unë lodhem çdo ditë, por ndonjë ditë akumulohet e gjithë java edhe thjesht truri, mendja më tregtojnë sot është një nga ato ditët. E lam Rogertin për të pirë kafe, sa të mbaronte punë te dyqani. Mbaroi punë edhe shkoi ora 7. I thash e di çfarë kafen e Mbazitës shkojmë ta pim të fëmijët, pra ndërkohë që i dërgojmë në lojra, edhe ata luajnë, edhe ne pim kafen e Mbazitës, se si më dukej që ta pija atje edhe të na zinte ora 8:30, 9, pastaj derisa të vinim në shtëpi. Erdhem, thjesht u futa brenda, edhe jam shtri në divan, ndjem tepër e lodhur. Tepër. Nuk ndodh shpesh që ta shikoni Alda ka shumë të lodhur. Po më thënë drejtën ka qenë një javë strapacuese. Dhe e keni parasysh kur mundohesh të qëndrosh e fort. Dhe thjesht një moment, Nisa, unë e di që sa të pushoj, pastaj nesër nis prap 10 takimet e mia, punët e mia dhe jam po e njëjta, thjesht sot ndjem ekstrem e lodhur dhe nuk dolem, se derisa erdhem, fëmijët njëri Beki kishte vrarë këmbën se ishte gjuri, po ankonte, mami, babi. E derisa e pam që të bëshim gati, shkoi ora 8:30. Tash u gjeti 9 të mbyllin ata, kështu që nuk ja vlen për gjysmëor ne me të lodhur. Edhe kështu, nuk dolem fare, madje akoma s'kam ndryshuar as veshjen. E ku është pasqyratja? Më thënë drejtën, kjo sot ka qenë një veshje shumë e bukur, shumë e rehatshme, shumë e thjeshtë, në duket parë, shumë old money, edhe më ka pëlqyer vërtet shumë vetja, të nxjerr me bel, dekolte, shpina jashtë, është bërë një nevrike e Beki këtë periudhë. Qanë sa ja meroj diçka nga dora. Edhe më pëlqen shumë se brenda kësaj veshjes i ka të gjitha, sensualitet, rahatlik, bukur, pastër, super. Tani më duhet ta heq, por nuk e kam hequr akoma. Beki më bëri këtu me Amita. Nuk kam një veshje pa një njoll më sot, ose nga vetja ime ose nga fëmijët. Nuk e di nëse ju ndodh dhe ju, po jam e sigurt po jeni mama po. Tani, unë ndalova të marr diçka tek Sisol, duke qenë se e pash online kishte ardhur një çantë që unë mezi e prisja të vinte. Edhe sapo e pash online, nuk dohet ma nisin me post, thash do kaloj se kam punë në Tiranë. E shikoj një pak. Nga Tiko. Ju e mba një mend vjet në të tërë kur isha në Athinë, nëse e mba një mend gjithmonë, mora këtë çantën këtu nga Tiko. E kam përdorur gjatë dimrit,
Jo shumë, po e kam përdorur, kam futur në outfitet e mia. Dhe fatkeqësisht kjo çanta mu bë me defekt me 3 të vendosura, shikojni, është gati duke u kputur, dhe as nuk e di fare ku mund të ankohem, sepse unë nuk e mora fix te një dyqan Atiko, por te këto dyqan që kanë të gjitha brendet, Alaja, Atiko, keni parasysh. Edhe nuk e di se si qyshte, ose do ta çoj në një këpucar edhe ta forcoj këtu me një të qepur mbase, se di. Edhe u mërzita shumë kur i ndodhi kjo, ta mendoni një çantë këto me ulje mora diku te 850 euro, por që të prishet me 2 të vëna, këtu nuk më lën njëri të bëj video. Për veç faktit që unë vetë jam super lodhur, duhet ta përsëris video, nuk e di sa herë, sepse thjesht për tasin të gjithë. Vira ime flet me gjithë fistin e vetë në telefon me Skype gjithë për mbas ditën. Nuk e di. Këta bërtasin, okej. Me duhet realisht një shtëpi vetëm për vetën. Që ti jem këtu rahat. Mos kem zhurmë paktën. Jo, s'ka shans. Edhe ja ku kemi marrë motrën e madhe të asaj çante. Uroj mos të ketë fatin e kësaj. Uroj shumë. Dhe pse ja kam frikën, se rëndon. Kjo është mas shumë e madhe, sa jo, është masa largë me sa di unë. Des për këto çantat e mdhaja. Shkoj një pak. A nuk është adhurim? Nuk kisha një çantë në këtë nuancë. Kam marrë çanta plot, kam të zezë, të bardhë, kafe, të gjitha. Gri, edhe kamosh, jo. E mendoj se kjo gria shkon me çdo lloj veshje, sidomos me veshje sportive ose xhaketa me jeans, fantastike. Edhe më pëlqen shumë fakti që ti vendos brenda një laptop ose iPad, çfarë do lloj gjëri që unë do marr, agende, gjitha këto i mbledh këtu brenda, se unë i kam shumë fiksim. Çantat e mëdha që i marrin gjitha gjërat. Ka dhe këtë pjesën kështu me silver, super yll. Më pëlqen. E zi pres vjeshtën. Edhe kjo është shumë e bukur, do ta sistemoj këtë ripin, punë e madhe. Materiali është kamosh, unë i njoh shumë mirë materialet, thjesht ndoshta ishte fati im i keq, kupton? Që nuk donte të ecte, ose unë ndonjëherë i marr gjërat vetë në sysh, më pëlqeu shumë nuanca që kishte kjo. Lëkura kamosh, edhe forma pastaj edhe kaq cute, e marrë vetë në sysh. Këtë e lëm këtu. Unë jam shumë e fiksuar me çanta, do të thonë gjithë jetën time kam pasur shumë çanta, kam luftuar, kam punuar për të pasur sa më shumë çanta, por koleksionin që unë kam krijuar në 30-tat është okej, kjo vjen me punë, kjo vjen me rritje, karakteri dhe shumë gjëra të tjera. Nuk i kam gjithë të çantat brenda një viti, por disa vite rjesht, edhe punë sigurisht. Unë këtë vite meritoj të marrë sa më shumë çanta. Unë adhuroj faktin të bëj shopping edhe të blej çanta këpucën, sa janë 2 aksesoret që unë do kem gjithmonë shumë. Nuk mendoj kur që në jetën time të kem vetëm 2 çanta dhe 5 palë këpucë. S'kam pasur, kur isha edhe 9 vjeçar, gjithmonë kisha shumë. Edhe kur ishim hy më përpara, dilen përdora që gjeje pafundësisht mundësi dhe super modele, super gjëra unike, lëkure, pafund gjëra të bukura. Gjithmonë kam pasur shumë, edhe tani kam shumë. Okej, se veshje pastaj i prodhojmë vete dhe sigurisht që kemi shumë, po flas aksesoret, unë vdes të kem syze, ripa, të gjitha bashkë. Jam shumë falenderuese, realisht që jem pëlqyer shumë videot e fundit, edhe unë do doja shumë që të bëja më shumë video. Ja kam thënë dhe se rthem nuk të them më, që okej, jeta ime shumë fluks, shumë gjëra njëkohësisht për të bërë, ndodhi, edhe është po mundur që unë t'ja rrit të gjitha, po mundohem, edhe jam shumë lumtur se sa herë lexoj koment, lutem Alda bëj sa më shumë video, ndoshta në atë moment që unë po lexoj
atë komentin, as kam bërë fare video se kam hapur telefonin dhe thjesht them vetes, ku telefoni? Fap videon sepse thjesht më motivoni të bëj më shumë video, sinqerisht ja them, ndoshta nuk është asgjë ai komenti, ndoshta I duket dikujt, okay, thjesht një shkrim. Për mua është shumë gjë, sepse të bësh YouTube, të gjithë ata që e bëjnë, dhe ata që mundohen ta bëjnë, është shumë e vështirë. Për 1100 arsye. Nga momenti I parë që ti duhet të filmosh gjithkohës, ndërkohë që e gjithë jeta jote duhet të vazhdojë njësoj, po ndërkohë ke edhe rrjetet e tjera si sociale si Instagram dhe TikTok. Dhe nga ana tjetër duhet të editohet, nga ana tjetër duhet shikohen këto video që unë madje flas edhe shumë minuta, një kryesisht siç tani po shkon gati 7 minuta. Dhe janë shumë të vështira, nuk është se janë kaq të thjeshta si Instagram, se sigurisht që unë do isha shumë më aktive nëse do ishte kaq thjesht për ta bërë YouTube-in. Kështu që edhe pse nuk është e thjesht, po mundom ta bëj, por nga ana tjetër, edhe pse shumë vështirë që ti të kesh një audiencë shumë të gjerë, siç e ka Instagrami ose TikToku që ti e fiton shumë shpejt, ose videot e tua marrin shumë shikime për pak orë. Në YouTube është totalisht e kundërta, është shumë më avash, I merr shikimet avash, ama YouTube është I pazëvendësueshëm për mendimin tim. Nëse TikToku është në një periudhë shumë lartë si Instagrami, YouTube është gjithkohës njësoj. Pra, ndjekësit që ke në YouTube janë shumë, si thënë, tamam ato ndjekësit real që nuk të tradhojnë kurrë, edhe vërtet prandaj më pëlqen dhe vibe dhe energjia që unë marr në YouTube. Tani mjaft fola, se edhe zëri po merret, të shkoj të heq këtë make-upin, se mjaftueshëm e kam mbajtur gjithë ditën. T'i kap pak këto flokët. Ku e lash këtë rrethin? Vendos të rrethin fillimisht. T'i kap dhe flokët që të heq edhe këtë veshjen e sotme me pijama dhe thjesht të shtrihem, të marr pak shalqi që freskohem edhe thjesht kaq, asgjë më tepër. Okej, tualeti është zë. Kur them unë që këtu është e vështirë. Se cili I bën gjërat në të njëjtin moment, do të thënë, nëse gjithë po rrim, nëse gjithë duam tualetin, të gjithë duam tualetin. Nëse, se nuk dua ta ankohem, ndërkohë që mbarojnë punë të tualeti, unë po heq këto veshjet, nëse, rroba që unë kam veshur. Edhe të qetësohem se shikoj veten, wow, duke rënë, thjesht duke rënë. I ka dhe shihemi nesër. Mirë mëngjesi. Mëngjesi të verës, shumë të këputur. Tani thash të laj dhëmbët, laj faqet, edhe të bëj pak skincare, sa po shtypa një puqur këtu. Sot e madhe. Sa rëzjuar beki dhe thjesht nuk e lëroj të prek gjërat e tij, ajo bën ashtu. Nuk e di nëse jo kam thënë më përpara, sigur që jo se mos parendaj shumë të gjërat e mia. Në vitin 2021-22 më shfaq një lloj ekzeme, pra më kruhet. Kim parasysh që të kruhet shumë. Edhe nuk po e dija se çfarë ishte. Thjesht derisa unë e bëra si gjak, si një mbledhje. Edhe shkoj thjesht në farmaci dhe them kështu, edhe më thanë që ti ke një ekzem, për shembull është normale, disave shfaqet në duar, disave në fytyrë, disave. Mu shfaq për herë të parë këtu në kokë dhe më kruhej, dhe pastaj duke mu shfaqur dhe tek veshje, të dy veshjet në fakt. Edhe më sugjeron këtë gjën këtu. Unë që atëherë nuk e kam darë, se më shfaqet her pas here, këtë duhet ta bësh 5 ditë deri në 7 ditë rrjesh, që ti ta bësh tamam kurën e plot. Unë sa po mos ta ndjej kruajtjen, e harroj ta bëj. Edhe sa herë më kruhet pastaj veshje ose këtu mbrapa, e aplikoj këtë gjën.
Mersa kur jam vizituar, mersa më kanë thënë kjo nuk është e shërueshme, pra është diçka që thjesht ti e mban në kontroll me këto gjërat, por që nuk është se zhduket ose e shëron diçka. Edhe më tepër bëhet nga stresi, nga mbingarkesa, të paktën kështu më kanë thënë mua, nuk e di nëse sa e vërtetë është. Por që unë e lidh gjithmonë që sa herë më rikthehet ose ndjej që po më kryet shumë, po është të vërtetë që unë jam e ngarkuar ose i përjetoj gjërat ose ndodh diçka, edhe më kryet këtu mbrapa, dhe nëse unë e lë pa përdor këtë gjën, realisht më bë gjak nga kryej, aq shumë më kryet sa nuk e keni ide. E njëjta gjë dhe këtu të veshje, dhe nuk e di nëse keni vënë ndonjëherë që 1-2 më shkon dora, sepse më kryet, ndoshta nuk është fare, dikur më dilte edhe kështu jashtë veshje, derisa zbulova që po mund ta përdor dhe këtë. Ishin 2 gjëra të ndryshme, por këto e kam më të thjeshtë për ta përdor, dhe më thënë drejtën kam parë rezultat. Se nëse aplikoj 2 ditë rresht me zbet, nuk kam kryetje. Një kjo gjëja do më shoqëroj, thjesht duhet të kem kujdes, sepse më përhapet në rast që unë nuk e bëj këtë aplikimin, nuk e keni ide se më përhapet. Edhe më kryet shumë, edhe ndonjëherë më del gjak nga kryetjet. Këtu te flokët aplikoj më mirë kështu, sepse kam shumë flokë. Dhe këto 2 ditë më janë kryetur shumë edhe veshët edhe këtu ku më del. Kështu që më duhet ta mbaj në kontroll. Duhet ta aplikoj këtë sepse po dola pa e vënë këtë. Më kryet aq shumë gjithë ditën dhe s'kam çfarë t'i bëj derisa të kthehem në shtëpi. Dhe kjo po mbaron. Okej. Kjo të djegër si acitë, por që të ndihmon shumë. Më kanë thënë që duhet ta bësh 5 ditë rresht pa ndërprerje, po më ka ndodhur që edhe se kam bërë 5 ditë rresht, ose e kam harruar, ose nuk e kam ndjerë kryetjen, nuk thjesht e kam harruar. Edhe kështu, por që duhet bërë patjetër 5 ditë rresht. Tani doja të hiq edhe pak pushin e mustaqeve. Më tepër kam push, sesa pa push është, po thjesht nuk po e duroj dot më. Tani unë e heq, kam një vaj për fytyrë, me vaj, nuk e heq me pudër të thatë, se disa vetë shikoj që heqin me pudër të thatë, dhe këtë briskum që është apostafat për pushin. Dhe aplikoj vetëm pak vaj këtu. është fiks për fytyrën. Sot po mendoja mbas dite t'i dërgoj kalamajt në plazh, sepse s'po na del asnjë ditë që të shkojmë, sidomos këtu në Durrës. Edhe po mendoja që të mbaroj të gjitha punën që kam deri nga ora 2-3, edhe mbas ditën shkojmë në plazh. Sa të herë që jojnë vetëm më shumë, edhe ne po, që t'i bëjmë të dyja. Po mami! Paktën sot s'kemi për të shkuar në Tiranë, edhe të shfrytëzoj për mbas ditën në plazh. Dashuri! Jam këtu! Bekushe! Edhe po mendonim që t'i dërgonim në plazh, se na e kërkoi dhe Roy në fakt kur do shkojmë në plazh. E më qenë se sot s'jam për Tiranë, po shkojmë në plazh. Të përdor të këtë kremin e diellit, më pëlqen shumë se ka një nuancë, një tint shumë të lartë, është MSPF 50 mbrojtës, ka kolagenin, i ka këtu plus. Më pëlqen shumë këto produktet, që me një produkt përfiton disa benefitet e tjera, është dhe si hidratant, edhe mbrojtës.
përdor këtë vaj nga Gizum. Shumë i mirë është dhe ky. E kam pasur dhe me aplikatorin tjetër. Atë e kam përfunduar thuajse. Dhe ky shumë praktik. Edhe do bëj vetëm pak majat që të vinë veta. Harrova të vendos pak serum. Ky është serumi që po përdor për qërpikat. Tani që nuk kam vendosur më qërpik, po mundohem t'i trajtoj sepse realisht i kam dëmtuar shumë. Shky këtu, unë kam marrë tek Puro Bio. Sigurisht dhe vetullat. Me këtë rast dhe i krejim. Bëra gati, kam veshur këtë fustanin, këtë çantën, shapka dhe triki se jam super vonë, si gjithmonë. Se di pse bëm vonë, por duke u bërë gati, them se s'do bëhem gati thjesht diçka të vogël edhe përfundoj duke bërë gjithë hapat e make-upit. Po i thoja Fionës, hello Fiona by the way, që e shikon, bëm mua bë 2 orë këtu, kënaqem, pim kafe dhe s'bëm fare video sepse e harrova. I thash nuk jam për YouTube se nuk më kujtu fare me hap telefonin edhe për të bërë video. Hami, të pëlqen Durrësi? Hajde këtej. Jemi mësuar shumë e Tiranën, na duhet pak ndryshim. Është shumë vap, në të drejtën. Të gjitha goca që vinë Durrës, ju pëlqen shumë Durrësi, po unë them që 2 pika kemi, nuk është se kemi shumë pika për dal. Domethënë në stilin tonë, se mos keq kuptohemi se ka pafundësisht vende të bukura, por që ndihesh rahat. Yay! Tani do iki te puna, se kemi takimin e radhës. Edhe nga takimi i radhës, po mendoj që të lëvizim për plazh sot. Se s'kam punë në Tiranë. Po më thënë drejtën. Edhe më vjen shumë inat se kemi lëviz ku të tjetër vetëm Durrës, nuk është se kemi bë, më thënë, plazh. Edhe më pëlqen shumë kur ti thjesht e bën easy, jo sot do ikim plazh, edhe do të bësh gati. Thjesht më shku marr, më ndru, më marr rrobat edhe në plazh. Se mos nuk i ka qafër, Është, po, është gjunaf me thënë drejtën, po ja. Nga punët, nga gjërat. 40 gradë. O, zoti ma, vetëm ne dali. Është ora 2 e drekës, edhe ne jemi gjiro. So that you can take photo together. Look at here. Hi! Hi guys! You're so cute with your OOTDs. Këtu pas ka shumë erë, sot. Plus shumë muzik, na kap copyrighti. E mbaruan plazhin dhe për sot. Sa është ora? Ora 8. Të shkallët këtu janë super të lodhshme. O zot, po shikoni pak sa bukur. Sikur t'ishim në shtetit. Takuam dhe disa që na kishin bërë dhe subscribe, i përshëndesim nga këtu sërisht. Edhe faleminderit që i shikoni video tona. Falenderoj mami atë djalin që tha. Bravo. U lodha. Sa po erdhëm. Oh my god, shikoni pak. Mori misër të pjekur dhe shikojni. Një nga arsye pse unë nuk ha misrin në publik është kjo. Mbushet e gjithë goja, edhe brenda dhe jashtë me këto, të zezat, edhe me ziheq. O, zoti madh, frynte shumë herë sot. Ishte edhe nxehtë, frynte një herë nxehtë, po këtej kur frynte vinte shumë era me plur, me rërën. Edhe ishte pak weird, nuk ishte ajo mbazitje perfekte, por që ja vlen mbazitjeve, ja vlen.
tamam qetësohesh, edhe sidomos kur ke kaluar një ditë shumë të lodhshme, edhe kalon thjesht 3 orë në plazh, perfekte. Ne që jetojmë Durrës, kështu duhet ta bëjmë, dhe kështu është më e mira e mundshme. Problemi është se nuk na del koha. Fundja pse jetojmë në një vend plazhi ne? Kjo ka qenë arsye pse unë kam ardhur në Durrës. Realisht gjithmonë kam manifestuar dhe thoja mamit, unë se adhuroja plazhin siç e adhuron sot Roy. Edhe Beki po Roy vdes fare, do të thënë, rri nga mëngjesi deri në darkë në ujin e së diele. Edhe kështu kam qenë gjithmonë, që e vogël, që e pëlqeja shumë plazhin, dhe thoja mamit, e sigurt që unë do marr një burr andej nga plazhi. Se dija idenë e kësaj, se ja kisha idenë fare nëse plazh Durrës, Juga po Shëngjin, thjesht mendoja që burri im do jetonte në plazh. Këtë e kam menduar gjithmonë. Gjithsesi, ja ku jemi, jetojmë Durrës, vetëm në plazh nuk kemi shkuar. Okej. Nuk është se ka ndonjë plazh kush e di Durrësi, janë 2-3 pika vende që nuk janë shumë publike dhe është plazhi pak më cilësor do thoja, se më thënë drejtën uji nuk është fare i pastër, ka leshtërik, unë nuk mundem të lam në vende me leshtërik. Mund të lam një herë në ditë kur ka leshtërik, thjesht për të futur dhe për të marrë jodin e kripën e detit, por që më thënë drejtën s'ka si jugu, në jug mund të lahesha nga mëngjesi deri në darkë, thjesht e adhuroj ujin e pastër dhe të qartë, do të thënë që duket toka e bardhë, sidomos. Do të thënë, perfektja është Ksamili në trurin tim, por që edhe jugun, Ksamili nëse zë ishte mbi populluar. Se është mbi populluar shumë, të paktën para 2 vite që kam qenë unë, këto 2 vite e fundit nuk është se kam shkuar vjet, që shkuam atje tek Arameras, shumë i bukur, thjesht unë kam qenë me Bekin shumë të vogël, ka qenë vjet, sa bëri 1 vjeç. Edhe nuk është se shijom kush e di plazhin, këtë i Roy donte pishinat. Mendoj vitin tjetër. Sa të vit nuk shkuam dot në Sarand ose në Ksamil. Gjithsesi të kënaqemi me kaq se nuk po ankohem, thjesht s'ka si plazhi i Ksamilit ose Jugut. Tani do ndrohem, do bëj një dush trupit se flokët e mia duan edhe 2 orë të tjera për të marrë me to dhe thjesht jam shumë e lodhur, nuk kam ndërmend të merr edhe 2 orë me flokët e mia dhe të jenë kështu të çrregullta, tamam beach waves. Nëse ka një fustan plazhi që mua pëlqen shumë, është këtu. Është i gomuar, të nxjerr shumë elegante, ka këtë lidhjen dhe gropen këtu para, i zip edhe në ngjyrë të bardhë. E adhuroj, është my favorite. Okay, it's Roy turn. Ok, hajde. 1, 2, 3. Romy! Bravo, të tre. Even do it. Ok, hajde dhe një herë. 1, 2, 3. Bravo! Si duket mami? E mirë? Ka bërë babi zgjedhjen e dur. Yay! Are you happy, Agnes? Super happy, Mom. Thank you. Vicky! Pas gjithë takimeve dhe temës që unë kisha start, tani me erdhi momenti është të shkuar aty. Ua, 2 gjys. Edhe u shehen. Këtë javë regjimi im ka pasur pushimet, pra biznesi që unë marr pushimet. Është dashur të porosis. Nuk ose kam prishur, kam porositur një supule edhe fileto, normalisht. Sot e mora në fakt fileto, ti e mora zgare, po sot e mora fileto me salcë tartufi, më pëlqen shumë.
pëlqen shumë tartufi. Edhe thash ta ndryshoj sot që mos të mërzitet shpejt ajo fileta. Edhe thash të hap bukë se do mbaroj punën e gjërat që kam edhe t'i direkt për Tiranë, besoj se kemi gjëra tjera, takime tjera. S'kan fund, nuk kanë fund. E mendova që në kush do kisha më tepër hapësirë dhe qetësi, po jam, nuk do. Sa po erdhem dhe këtu tek ambienti i ri, biznesi i ri që ende nuk e kemi lançuar se çfarë është, do prisni edhe pak. Por ndërkohë po punoj për gjërat bukura, edhe di që mos i prisni dhe ju këto gjërat e bukura që do vinë. Nuk e di, po fytyra ime është skandal. Kanë shpërthyer. Vendos dhe kremin e diellit, nuk do vendos shumë gjëra sot sepse kryesisht do merrem me sistemimin e magazinës. Do të sistemoj gjithë gjërat që kam si të punës ashtu edhe të mia. Edhe duhet një ditë, kemi marrë dhe ndihma persona të tjerë që do na ndihmojnë, por duhet të jem veç që të sistemoj si pas gjërave, të shoh se çfarë nuk më duhet, të nxjerr disa gjëra që t'i çoj tesh, pia fëmijës, këtu në Durrës, çfarë do lloj gjëje që ne kemi që nuk e përdorim më të roj dhe të bekit, do i dërgoj atje, edhe gjëra shtëpiake, ose gjëra tavoline, ose gjëra që ne blejmë gjatë gjithë kohës edhe ka moment caktuar që nuk i përdorim edhe kështu. Me do t'i sistemoj të gjitha. Rogerti ka shkuar më përpara, po merret në disa punonjës që t'na japin një dorë, edhe unë do shkoj tani që të merrem me detaje që ata nuk i din. Kështu që nuk do bëj diçka tjetër, flokët thjesht i lidhem mbase i mbaj të buz, do shkoj mbasi te ose nga drekat i laj, ose po i lej dhe nesër se të shkojmë plazh, ta shohim se si të organizoj më vonë ditën. Por fillimisht më duhet të shkoj atje dhe vesh diçka shumë praktike që ta kem shumë thjesht për të punuar, sikur të punojnë lopat. Sa ku dola nga dushi, kam bërë një super dush. E meritoja se realisht kemi bërë super punë sot te magazina. Kemi sistemuar të gjitha gjëra, çfarë duheshin, çfarë nuk duheshin, disa e nxora për të hedhur, disa e nxora për t'i falur, disa tjera i sistemova, i seleksionova. Ishin bërë shumë ramuj, kisha 2 vite pa sistemu si pas mënyrës time, askush nuk ma bën, sado që unë marrë ndihma të gjithë kohës, po si futa vetë harrojni, unë jam edhe pak tip që po si bëre gjërat vetë, sidomos ato që ndryshojnë gjithë rolin, se kështu ishte këtë herë magazina, doja që të kishim më tepër hapësirë dhe të ndryshonim sa më shumë kënde që lironim hapësirë, na duhet shumë hapësirë, se aty kemi veshjet dhe gjërat e shtëpisë që mbajmë rezervë ose sezoni, që unë sezoni e dimrin të dërgoj atje, pastaj e ndryshoj e sjell këtu dimrin dhe kaloj të verës, kemi rafta, kemi hapësirë, edhe më duhet patjetër që të jetë shumë e rregullt, edhe pastër sigurisht. Ajo është një hapësirë sikur të jetë shtëpi, po thjesht është depo, domethënë nuk është diçka siç është shtëpia jonë ose edhe na u desh ta sistemonim. Kështu ja dolëm, shqyra hoqëm qafe se doja patjetër një nga këto ditë ta hiqja, por thjesht s'po gjeja kur kohën dhe thash me qenë se sot ishte e shtunë, s'kisha planifikuar asgjë për këtë fundjavë, kështu që ja dolëm e hoqëm që unë mund t'jem e lirë për planifikimet e radhës. Problemi është këtu, që edhe nëse unë ja le dikuj prap nuk bëhet, ashtu si që unë dua. Tani, a jam unë ka që fiksuar, a është realiteti, a jeni dhe ju nuk e di, këta duhet ma thoni dhe ju. Jeni ka shumë fiksuar, apo thjesht jam unë, kam ndim shtëpi për punë për gjithë shka unë prap, realisht gjëra që i bëj më përpara i bëj prap edhe sot. Thjesht mund të jenë minimizuar disa hapa ose disa gjëra tjera.
por po si bëra vetë, po si preku dora ime, sistemimet I dua si pas logjikës time dhe dua t'i mbaj mend, në të kundër I harroj fare duke pasur ka shumë gjëra, llojshmëri. Patjetër që duhet t'i sistemosh vetë gjitha, në të kundërt nuk ke një gjë të rëndësi. Sepse pyes edhe Agnesin edhe mamin, ku I lini gjërat, ato harrojnë, frikshëm. Është shumë e çuditshme që unë jam kaq e ngarkuar, shumë e ngarkuar do thoja, edhe prap memoria kam ose refleksi kam shumë qarta, ose nëse unë e fiksoj diçka s'ka shans ta harroj, ose nëse e prek diçka, nuk e harroj kurrë më se ku e kam lënë. Si për çudi këtë ditë, duke qenë se s'kam qenë shumë aktive, por para 3 ditësh postova dhe vlogu. Edhe si për çudi, më vinin komente, Alda sa bukur videon, pëlqejmë shumë, më ndjekim, vetëm vazhdo, posto më shpesh, lutem më shumë. Nga një moment që ti vërtet je shumë e lodhur dhe thua thjesht nuk ja dal dot, nuk bëj dot më, nuk s'bëj dot video se me lodhur, nuk flas dot, s'kam çfarë t'rregoj, dhe më thënë truri im përpunon këto mendime. Fap, aty më vjen një koment të tipit Alda, sa bukur e di, edhe unë thjesht I them vetes. Ti e lodhjo, s'ka. Shiko gocat tuaj që ndjekin video, t'i pëlqejnë, I duan, me si I presin. Nuk duhet e lodhesh, por duhet të ngrihesh dhe të bësh video. Të tregosh atë çfarë po ha, po bën, çfarë mendon. Dhe kjo është një ndër arsye që vërtet sa herë unë I marr ato komente, ndoshta juve ju duken hajde se tani Alda ka shumë komente dhe nuk kurse unë aq komente sa arriti hap dhe t'i lexoj, realisht unë I përthith dhe ndjej energjinë e secilës nga ju, që e di se në çfarë mënyre ma keni shkruar, dhe thjesht këto mesazhet më bëjnë të ngrihem edhe të bëj video, ju betohem, nuk ju gënjej, nuk janë as like, nuk e di, domethënë, unë kam nisur këtë rrugtim pa ditur se çfarë mënyre do të përdorësh për të arritur këtu ku jam. Dhe thjesht kjo ka qenë mënyra ime, thjesht kam qenë vetja dhe kam treguar çdo gjë sipas mënyrës time dhe patjetër që jam rritur edhe kam kritikuar veten në çdo moment, por fakti që aty ka shumë njerëz që I pëlqejnë gjërat e mia dhe aty kur unë e kritikoj veten dhe mundohem që thjesht të bëj më mirë dhe lexoj këto komente që po ato mjafton me kaq dhe ju duket shumë mirë kaq sa unë bëj dhe postoj. Realisht më mbushin zemrën plot dhe një ndër arsyet pse unë postoj jeni ju, janë ato komente që më vinë her pas here që bëjmë sa më shumë video, na pëlqen video, na kemi munguar, keep going, domethënë këto janë komente që më mbushin dhe zgjohem dhe I them vetes posto Alda video. Jemi bërë gati për në plazh. Siya kasi buko. Love, nana. Sounds as only such Fortnite. They don't care. Tani është momenti që do të mposim në gjumë. Po qenë shumë kjo hija halave, kisha shumë kohë pa par hala me sy. Ta mendonin që dikur kështu ishin plazhet me hala, s'kishte çadra. E urrej kur e sjellin Freddo Cappuccino shumë me karton dhe jo me goti plastike. Është
është e ftohtë dhe pak kjo shkrihet fare letra. Bukur? Bukur. Bukur. O dashuria ime, kjo jeta ime. Se bukur je. A je bukur ti mua? Do kukla goca tani? Mami goqa. Goqa, goqa. Këtu e goqa. Beki dhe mami. Mami dhe Beki. Mami Beki, edhe goqa. Mami Beki edhe goqa. Wow! Zyrtarisht mund them që jam pa qërpik. Edhe vetullat me kanë rënë. Dhe më thënë, isha bërë, herën e kaluar, qëfar pa të bërë? Roba, që isha ngrirë për pjetë, lamination. Edhe nuk kam as qërpik, as vetulla me kanë rënë, tani me duhet t'i mbaj kështu për pak kohë, sepse dua vërtet të marrim pak veten si kam sa gatuar. Sot është e hënë, njës java pushimeve për stafin tim, për fabrikën, flasim gjithmonë, edhe pjesa tjetër është në punë. Me duket pak e çuditshme. Jam vërtet shumë e çuditshme, sepse kur jam ngarkuar dua pushim, e kur ka pushime, nuk dua pushime. Dua jetën aktive. Unë e kam 2 ditë, nuk dua më shumë pushime. Dhe më thënë, po është një javë, është shumë për mua, filloj mërzita. Gjithsesi, këtë javë nuk është se kam bërë ndonjë plan, e kam bërë në fundjavë planin. Edhe në fundjavë kam dhe një ditëlindje, kështu që nuk më lejon që të bëjë ndonjë plan që televizja më larg se brenda Tiranës Durrës. Kështu që kuj pas kem këto. Kështu që java ime është vetëm takime, punë nuk kemi të fabrika, sepse stilistët i kam pushim, gjithashtu dhe roba qepset. Kemi vetëm ato që janë gati, përgatit të nisën, dhe më thënë paketon, vetëm paketimin dhe gocat online i kemi në punë. Dhe ato kanë punë plot pa tjetër, por që flas që mund të përfshihem më shumë në punë, nuk jam këtë javë. Jam më shumë me takimet e Tiranës, edhe me gjëra që mund të kem lënë pak pas dore, dhe thashtë t'ju jap prioritet tani që nuk kam shumë punë të fabrika. Edhe më në fund erdhi, dhe pse unë në mendjen time me duket sikur mbaroj vera, përfunduam pushimet. E di që pjesa më e madhe tani nisin pushimet. Po më thoshte vjera ime, merre një konvertare të vogël Beki se e ke më ngusht përpara. Tash për ne gati mbaruan pushimet, mund të shkojmë maksimumi ndonjë bazdite ose ndonjë fundjavë në plazh, po pastaj si të nis shtatori, truri im nuk punon më për plazh, punon vetëm për vjesht timer, kështu që e ndryshojmë prioritetin direkt. Edhe do të lë një takim për thonjt, nuk e di nëse duhet ta lë sot ose në ditët në vijim, po dua për tjetër t'i heq, më thënë nuk e duroj dot më këtë ngjyrën, ishte e bukur aq sa ishte, por më shumë se 2 javë nuk mbahen dot këto ngjyrat e forta. Do të bëj diçka shumë minimaliste, akull mbase, French, nuk e di, të shohim, se kam në shtator dhe një dase, kështu që në fillim shtatorit, po i bëra tani, i bie edhe për dasëm janë të bëra. Se nuk e mbaj dot t'i shty pak më tej. Edhe kështu
Kam shumë mesazhe pa kthyer për punën. Më duhet të shkoj në zyrë se në shtëpi nuk jam fare përqendruar, nuk na lën fëmijët. Edhe t'i kthej dhe të merrem pak me to, të lë dhe data takime gjërat dhe pastaj të ik për Tiranë. Do mundohem se këtë video ta mbyll dhe ta postoj këtë javë që të nis një video tjetër. Se di që kam folur, kemi goxha material, por duhet të parë deri në fund fare. Tani këtu në mes të buzës do vendos pak bezh edhe të bëj contouring me laps. Se di nga i kam lapsat futin e për çanta, mirë që kam shumë gjithandej, si humbas. Në gjithë qënë ka nga një laps, nga që i marrë me vete. Gjithmonë kur lyej buzët, mesin e lë të pa lyer, ose i vendos një laps tjetër të bardh ose me pudër bëj. Edhe me çfarë do lloj lapsi më ndodhet, pjesën e konturit. Një shkëlqy sipër dhe voila. Unë sa po dola, po nuk filmova duke bërë gati, gjithsesi, kjo është veçja ime për sot. Dhe thash t'ju lë këtu se shihemi në videon tjetër, duhet të bëjmë gati videon tjetër. Edhe nëse keni ardhur deri këtu, mos harroni të bëni subscribe, që unë të motivohem dhe jenë sa më aktive këtu në YouTube. Bye!